Mirë, faleminderit të gjithë anëtarëve të jurisë për punën, edhe drejtoreshës Jehon për Departamentit të Kulturës që gjithmonë i rinë gati proceset në siguru që gjithçka shkon sipas rregullores edhe në fund vlerësimet bëhen profesionale me meritokraci. Kemi filluar që gradualisht me i dhamë edhe rëndësi konkursit për me dalë tash te konkursi si vjet. Prej qershorit kur që kena hapë konkursin, deri në gusht, kanë aplikuar gjithsej 20 drama, edhe prej aty në 20 juria ka lexu, kemi diskutu, je marrë në përfundim që këtu 3 janë drama fituese. Nuk kemi qarë për ecek në emër të jurisë që si vjetë kena pas një jo prunin më të knashme të mundshme që na shumë dasht, na vazhdimisht tentojmë që kur hynë në rrethin e ngushtë me hynë dikon 10 drama, jo me hynë 6 drama, por me gjitha ta kem arrit që me nxjerrë 3 drama të cilat janë më të kompletuar të më të mirat në kuadër të këtij materiali që kena pas. Po shpresoj që edhe këtu kam me pas fatin e qoftë të Gërdisë, autorit të Asit Kabashi, ose qoftë udhëtimi i familjes Bash në Uzbekistan të autorit të Nizira, edhe me vazhdu tash edhe tutje të rrit edhe pjesë tjetër. Tash po premtoj atëherë po premtu për këto gjëra, tash po premtoj që shumë shpejt na bëni lexim skenik të 3 drama fituese që vitit kaluar si vjet. Të si vjetshmet, që publiku po edhe ardashësit me pa. Ato e prej vitit tjetër po mendoj që kena me arrit me bëni publikim të krejt drama fituese që me kanë sa më transparent që është e mundshme, që me pa materialin se edhe me çka vlerëson juria. Kështu që kjo është një rezume e përgjithshme. Tani fillojmë prej dramës të tretë të shkute e para për me dhënë vlerësimin e përbashkët të jurisë që në fund ka rezultuar me votim. Flas për çmimin e tretë, të cilën e fiton për shkak se trajton temën e frikës dhe pushtetit përmes një komedie alegorike në situata kreative me dialog të mreht. Sarkazmi i marrëdhënies mes pushtetit të popullit shtresohet për gjatë gjithë tekstit, duke zbuluar zbrazdinë e autoritetit dhe iluzionin e madhështisë. Skulptura e mbretit e paraqitur si e sinqert, por e zhveshur nga kurohura dhe fuqia reale, bëhet metafore e pushtetit të rrem dhe frikës së institucionalizuar. Çmimi i tretë shkon për dramën Aurora. Vepra e dytë fituese është Pse ke frikë. Shifra ka qenë 8-10. Pas më shumë numra ku ka qenë me Germa, e zhvendos fokusin nga trauma kolektive në përjetimin individual. Kurse vendi i parë, çmimi i parë për dramën më të mirë në konkursin për dramë origjinale shqipe Katarina Jusitit të vitit 2025, shkon për Luftën, e cila është një dramë psikologjike. Por këto 3 drama kanë qëndruar shumë larg arritjeve e prurjeve tjera që kemi pas i drama. Kështu që unë i përgëzoj. Është një lloj fryme e re dramaturgjike, e cila vërtet synon edhe hap një horizont të ri. Është shumë e bukur që si autor dhe si dramaturg ndjek një origjinalitet i temave dhe i trajtimeve të gjërave të cilat na rritemi si artist. Kështu që kjo e shton peshën e origjinalitetit edhe e hap një ide shumë të bukur që kur të skenohen këto shfaqje ka me mujtë me depërtu edhe në përskena tjera. Po, mendoj që është një motiv shtesë për mua dhe për Florentin edhe për dramaturg, po edhe për gjeneratat e reja që vijnë, besoj që ka me motivu shumë. Motive dhe më i madhe kish me qenë për me edhe nëse këto tekstin s'kene unë, veç se kam fillu mas 2 vjetë, unë e falenderoj edhe teatrin kontrat, po jo veç tekstit për mija, po gjithë dramaturgët 3, shpesh i dëgjojmë thonë të dramaturgjia kombëtare pak po çalon janë dhe jo kënej. Unë i kisha lut me provu këtë dramaturgjinë, le të vlerëson publiku a ja vlen, a nuk ja vlen, e mos paragjykohet. Konsideroj që cikli i një drame ose një teksti shkruar për mbyllet atëherë kur del në para audiencës, para publikut në çfarë do forme, qoftë edhe si inspiruar apo qoftë edhe si lexim skenik. Ndaj shpresoj se ka të mu realizu edhe këto
aspekte domethënë të përfundimit të